Dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot, në këtë studio, unë jam së bashku. Do ta quaja një personalitet të veçantë në interesat e saj, në veprimtarinë e saj, në krijimet, por dhe në studimet e saj, në punën e përditshme me nxënësit. Quhet, mbase ju e njihni, Senada Demushi Delaj. Mirëmëngjes Senad, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Merit, mirë se gjeta. Dua t'ju uroj për një nga çmimet së fundmi që ju keni marrë, çmimi i vitit i shtëpisë botuese nacional për monografin shtigjeve letrare të Gjek Marinajt. Patjetër që ka sjell një farë edhe entuziazëm tek ju, është kënaqësi, apo jo? Është kënaqësi. Mirë se gjeta edhe një herë. Është kënaqësi sepse të punosh me shpirt dhe me dëshirën për të sjellë diçka të bukur, që njerëzit ta pranojnë dhe ta pëlqejnë. Është diçka shumë e bukur, vlerësohesh nga një shtëpi botuese si shtëpia botuese nacional, e cila ka dhe një gazetë përjavshme nacional, një shtëpi botuese që merret mjaftueshëm me studius dhe me krijues letrar, por edhe me gjërë, jo vetëm. Për mua është privilegj, sepse ata njerëz që punojnë aty janë me të vërtet profesionistë. Dhe kjo më gëzon tepër, sepse çdo shtëpi botuese që t'jep një çmim të tillë mund të ketë për fat keq të njëjtën vlerë, sepse jemi në 2019 dhe nuk mund të ndalim si njëri me botu, por pastaj audienca bën atë diferencën. Senat, po më bën përshtypje, ti je e re në moshë dhe besoj se ka qenë guxim për ty të marrësh për të studiuar një figurë të tillë si Gjek Marinaj, që ka vlera të shumta, poet, shkrimtar, auditor, publicist, gazetar, pedagog, ka shumë vlera në krijimtari, ka botime të 3 librave të tij, i veçantë është Lutem në ditën e 8 javës, Infinit më herët, dhe të tjerë libër, natyrisht edhe në sferën e publicistikës ka botuar. Madje do ta pasqyrë është një intervista me personalitete. Sot Gjek Marinaj është drejtori i shtëpisë botuese universitare në Dallas, në Texas. Aty prej shumë vitesh jeton, është i martuar me dositen e tij të dashur, të cilës i kushton dhe aq shumë. Poezitë për dashurinë natyrisht janë gjithmonë të personifikuara për bashortë. Dhe është njëri që merr çmime të herë pas hershme në gjitha vendet e botës. Është njëri shumë i njohur dhe gjithë studiusit dhe njerëzit të cilët janë marrë me krijimtarinë dhe me studimet e Gjek Marinaj flasin me superlativa të merituara për këtë figurë. Them drejtën e duhet jemi shumë krenar që Gjek Marinaj është shqiptar. Dhe mendoj që në Dallas, në Amerikë, të gjithë shqiptarët, në qoftë se amerikanëve do të thonin që jemi shqiptarë si Gjek Marinaj, besoj se gjithë do respektueshin dyfish, sepse Gjek Marinaj është shumë i famshëm atje, përveç punës si pedagog që ka bërë në universitet si pedagog i letërsisë botërore, kundër të tjera me nismën e tij futet dhe autorin ton Ismail Kadare në letërsinë botërore tek studentët amerikanë. Dhe ndër të tjera si themeluesi i rrymës protonizmet, e cila është një rrymë letrare që studiohet sot nga studentët atje, një rrymë e cila na motivon ne dhe na shtyn të shkrimtarët dhe krijuesit, pra të fillojnë të shkruajnë gjithmonë duke menduar si protonet, pozitiv, me plus, gjithmonë. Në fakt, ju tha që shumë i njohur dhe kjo është shumë e vërtet, me gjithë këtë veprimtari që ka në fushat e letrave dhe të çdo gjëje që ai i paraqet në shkrimet e tij, por unë do thosha ai ka qenë i njohur që në rininë e hershme me poezinë e famshme Kuaj. Aty doli guximi. Atje doli guximi, ti ke qenë ndoshta shumë e vogël, krejt, kur në vitin gushtin 90-s bëri buj
poezia e tij kuajt, kush që kal mbreti froni që i lart, kush që kal princeshe i bën shal të art, kush që kal fshatari i bën post me kasht, kush që kal i egër tër jetën fjeti jashtë, por mbetëm kuaj përpara njeriu. Diçka e tillë ka qenë, ato vargje janë mësuar, më kanë mbetur në mendje që nga ajo kohë për guximin, natyrisht pas asaj kohe ai menjëherë për një muaj u largua, iku nga edhe siç duket ato shtigje letrare dhe poezia e tij, krijimtaria. Prandaj dhe unë kam titulluar shtigjeve letrare të Gjek Marinaj sepse gjithçka fillon me një shteg. Kapërcimin e një lumi i cili i ndan dhe i bashkon gjithmonë kapërcimi i kufive, kapërcimin atë ku ishte shumë i vështirë dhe ju qeni pak më të mëdhenj se ne e dini shumë më mirë se sa e vështirë ka qenë ajo kohë. Ne e kemi më të lexuar e me të shikuar nëpër dokumentare, nuk e kemi jetuar. Ka qenë shumë e vështirë. Aty tregohet dhe rebelja tek brendësia e Gjek Marinaj, por për gjitha këto që tham për Gjekën, dua të shtoj që kisha kontestime edhe para se të botoja librin me disa miq do t'i quaj, por janë edhe pedagog të mi, kam respekt shumë të madh për ta, dhe më duket, nuk e di, t'i quaj miq, pa ata më quajnë mua si miket vogël, kështu. Me që tani na bashkojnë disa gjëra tjera, dhe pse monografi, sepse zakonisht monografitë shkruhen pas vdekjes për krijimtarinë e një autori. Mirë, po edhe unë si Gjeka, me qenë se u brëmosa kështu pak aty te krijimtaria e tij duke u futur nëpër ato shtigjet e Marinajt, gjeta edhe një senat rebele, një senat që përshtaten me botën e Gjekës, edhe si krijuese, por edhe si mendimtare në lidhje me ato çfarë njeriu kërkon për veten, për botën, edhe çfarë do t'i ofrojë vetes dhe tjerëve, dhe vendosa me guxim të ndërtoj një monografi për një njeri i cili jo vetëm që është i gjallë, por vetëm 50 e ca vjeç, domethënë ka kohë prapë për krijimtari, por mendova që duke pasur gjithë këtë larmi të madhe, gjithë këtë fusha shumë dimensionale që rrethojnë jetën e Gjek Marinaj, mendova që mund të krijoj një monografi, dhe pse jo, mund ta quaj monografi, duke tentuar kështu të sjell një risi. Kështu, në mendjen time dhe është pritur mirë, faleminderit Zotit, kështu. Senati e modeste, sepse unë do ta quaj diçka shumë të veçantë, marrjen me një figurë të tillë që përmbledh shumë vlera. Në fakt, krijimtaria e Gjek Marinajt, siç është cilësuar, i përket një realizmi magjik me figura letrare që i ngjan një metafore të zgjatur. Çfarë ngjësie ka ngjatur tek ju krijimtaria? Vargu, kryesisht krijimtaria letrare, ndjes. Po, krijimtaria letrare është ajo në cilën unë jam fokusuar më shumë, jam përpjekur të bëj një analizë të tekstit të letrar, dhe sigurisht jo poezi për poezi, por aty ku unë kam parë veçantinë më të madhe, dhe sigurisht pastaj studimi është edhe pak relativ, në mënyra të ndryshme njerëzit shohin diçka tjetër ndoshta tek një autor. Unë kam marrë ato që sipas pikpamjeve të mia kanë qenë ato thelbi që ne mund t'i paraqesim lexuesit, jam përpjekur më marr me gjitha figurat letrare dhe me gjithë simbolikën dhe me gjithë metrikën dhe me gjithë analizën kritike letrare që mund t'i bësh një poezie, dhe jam fokusuar më shumë të drejtën tek kjo. Dhe të bën përshtypje sepse nëpërmjet poezisë Marina i ti kalon në një botë metafizike, kalon në një horizont filozofik tjetër, dhe jam kot ai ndër të tjera quhet dhe si poet filozof, dhe mbi këtë pastaj ai e tregoi veten duke dalë edhe tek themelimi i rrymës së protonizmit, që është një libër me shumë faqe, i cili të cilin ja rekomandoj secilit që po më ndjek që ta lexoj, sepse është shumë interesant. Në fakt, cilat qenë kontaktet tuaja me Marinajn për të hulumtuar më shumë krijimtarinë e tij? Them drejtën, Gjek Marinaj e kam hasë te libri i tij. Unë nuk e kam ditë kush është Gjek Marinaj. Unë kam pasur shumë libra në shtëpitë të Gjekës, prej
Janus Delaj, që përkon tjetë baba jem edhe fati edhe rasti, dhe me thane do të që unë me pas gjithë librat që botoheshin. Unë isha vogël, kur e kam pa librin e Marinaj, ndoshta 14-15 vjeqe, kur e kam pa. Në forminin tuaj. Po, edhe unë kam qenë shumë e lidhur gjithmonë me letërsinë. Edhe shty me kjo prej familjes, keni të në gjonave, jenë arrit me artë në shpi, me letërsi, me krijimtari, me muzik, me valle, kam pas fatin me njoft njerëz me famë botërore, sepse kontakti që kishin me babin në ato kora dhe unë për fat kam qëllu fëmijëve menshëm, i kam një gjuhë, edhe më ka pëlqy, kur jam nesh me këtë gjë, më ka pëlqy që edhe unë me kenë pjesë sa do e vogël, modeste në letërsi. Dhe aty, midis asaj në thojza rëmujës mallet librave që vishin shpi çdo ditë me autografe, vjen edhe libri Gjek Marinaj, ana tjetër e pasqyrës, Infiniti, këto të parat. Edhe e shoqërume me një bashkëbisedim me babën, më tregon edhe historinë e Gjek Marinaj, se si që nuk du me dalë në përsëritje në lidhe me poezin kuajt e tjerë, që u botuan atë kohë, që u prit dhe mësua përmesh në copat vogla letra të fshira në gjepa në atë kohë, sepse nuk lejoj e tjerë. Dhe nuk e kisha harru, në momentin kur vendosa me bë një studim letrar, edhe si më pëlqen me bë studim letrar, më pëlqen ma shumë me gjetë elemente, me dhanë menime, me luftu. Kja është luft me vedin, është një shtysë e brendshme. Është me provu veten, është me sa mund t'jap nga vetja. Nuk ka lidhje me sa do t'i jap bocë dhe sa njerëzit do të më shohin mua sa e zgjuar jam ose sa çfarë mund të bëjon. Është më shumë një provë, një dëshirë dhe rezulton që kjo prova më dha fat. Gjek Marina ishte augur shumë i marrë për mua, sepse kur e shef njerëzit që t'japin një vlerësim, mandej motivohesh me vazhdu prap. Qëse njerëzit do ta presin hovin, si kur t'prehin edhe kratë. Edhe nëse ti ki bën një punë shumë të mirë edhe ai tjetri nuk e pëlqen, sado mirë që duket vetja ty, nëse nuk motivohesh, absolutisht e vërtet. Të priten kratë dhe ngelesh në vend, domethënë. Dhe këtu e njofta Gjekën dhe vendosa. Njerëzit merren me kritikë dhe me studime letrare. Kritika fjale mallë me rit, po unë do ta përdori herë pas here modestisht. Merreshin me shkrimtar deri në atë moment kur që njifeshin, që lëvroheshin, që u lumtoheshin, që bënin studime të shumta. Prap natyra jeme shumë këmbgulse dhe shumë luftarake për me sjellë risi dhe gjana të bukura dhe të vlera. Kjo është shumë e rëndësishme, Natyrisht. Të bukura, të veçanta dhe të vlera. Dhe isha shumë, masi hyna dhe lexova edhe studiova librat, e veprat, evenimentet ku kishte marrë pjesë, çmimet që kishte marrë pjesë, evenimentet ku kishte marrë pjesë dhe çmimet që kishte marrë në shtete të ndryshme. Pash dhe kuptova që ky njeri ishte një shembull, ishte një njeri krenari për ne. Dhe thash, pse mos merremi pak me letërsinë e diasporës, me ata që jashtë kufive të Shqipërisë punojnë për këtë vend dhe nuk e harrojnë këtë vend pavarësisht se janë larguar prej këtu, zemra ju rre shqiptar që gjithsesi. Dhe Marina nuk e njihja personalisht, masi marrova gjithë punimin tim. Kërkova një kontakt, ja dërgova gjithë punimin dhe më tha, jo nuk ja dërgova punimin, po i thash duaj që kështu, dhe me tha, unë jam filanja, ne i këte. Dhe po punoj për këtë. Po punoj dhe kur ta marroj, dhe të kisha dëshirë që para se ta paraqes për publikun, ti hedhish një sy. Dhe më tha, ti nuk duhet, më shkrovi një letër, një email që nuk do ta harroj, asnjëherë, është goxha i gjatë, për mënyra se si e kishte formulu emailin edhe kështu, aty edhe ma shumë thash, o Zot, sa mirë që jam marrë me këtë njeri, sa i veçantë, sa vlera ka ky njeri. Tha se unë e vlerësoj këtë që ke bërë për mua dhe të falenderoj shumë, por unë nuk mendoj se është një ide e mirë që unë t'ja hedh një sy përpara materialit, sepse nuk dua të kem ndikimin
më të vogël tek ti. Po. Dua që çdo gjë që të jetë aty të jetë senada dhe puna e saj. Sepse unë u shpreha modestisht, i thash jam e rinë mosh, e sa po dalën prej masterit shkencor, nuk kam me pak eksperiencë krahasu me Gjekën dhe shumë tjerë, absolutisht po. Edhe i thash kam shumë nevojë që ta shikosh ti, domethënë, sepse është libri i parë me studime. Gjeka nuk pranoi, mirë po kjo që bani Gjeka më dha një mësim shumë të mirë. Dhe më bani shumë më mirë dhe kuptova që kishte drejt. Pastaj edhe impakti që pati mrapa, njerëzit uronin më shumë Gjekën se sa mua që isha autorja dhe Gjeka mendonte që kjo mua më bezdiste. Dhe kur e hodhi në faqen e tij online librin edhe thot studiusja se natë dhe mushi ka bërë një punë kështu. Përsëri njerëzit vazhdonin dhe thonin uri me Gjek Marinaj. Dhe ai sërish më dërgon një mesazh më thot nuk kam çfarë të bëj më. Bëra sa munda dhe njerëzit akoma më urojnë mua. Po kjo është merita jote sepse ti e ke ngritur dhe e ke bërë kjo është gana jote. Ky është fati i një autori që shkruan për një figurë kaq të madhe, do të thoja unë. Sepse normalisht ti ke shkruar për një njerëz që vlen. Në momentin kur njerëzit e urojnë, e mirëpresin dhe s'ka problem, ne flasin për figurën që kam shkruar. Kjo do të thotë që unë kam zgjedh dikë. Po, ka rreth 2 vite pak që kjo monografi është botuar. Do t'i shtoje diçka tjetër në vijim? E ndjek përsëri këtë figurë? Shumë e rëndësishme kjo pyetje për mua, sepse me të vërtet Gjek Marinaj ka qenë shumë i kënaqur nga puna që kam bërë për të thënë të vërtetën, siç është. Dhe për të mos gënjur, kjo është ajo që më pëlqen më shumë, sepse nga që kam shumë besim tek ai njeri, po e marr më tepër si pedagog, Po. Marrëdhënia studentja pedagogu, unë e shoh si pedagog marrëdhënie me mua kështu. Edhe në momentin që ai ishte shumë i kënaqur, thash edhe njerëzit kishin ato dyshimet e veta se çfarë dore mund të ketë Gjek Marinaj te ky libër. Maj me një email të ti, Zoti, unë edhe ti e dim që deri tek çdo presje, ai libër është i joti, kështu që ti mos shqetëso. Sepse nga që njerëzit ndoshta mendonin që e gjitha ajo punë mund të ketë ndikuar. Mund të ketë ndikim nga që është vetë personaliteti. Sikur në një kohë që unë Gjek Marinaj nuk e kam njoft absolutisht, masi kam botu librin e kam taku një herë, një gjysmëore ai do rinte vetëm 3 ditë në Shqipëri dhe më kërkoi që të takoheshim edhe të rinin bashkë. Babi është mik i vjetër me të, absolutisht po. Unë mora bashkëshortin shpejt ashtu nuk kishte kohë. A ditë ka kanë hera parë një tentame që kam taku Gjek Marinaj. Gjithsesi është një hap. Dhe e kam ndjekur, vazhdoj ta ndjek, vazhdon të më bëj krenare që kam shkruar për atë njerëz, vazhdon të më bëj krenare që jam shqiptare dhe shqiptare e malësisë madhe. Absolutisht po. Dhe e citove faktin që kam 2 vjet, më pëlqen ta them këtë, nuk përqendrohem tek prodhimtaria, por tek cilësia. Dhe natyrisht. Kjo më ka bërë që të pres. Gjithsesi do t'ishte e mangët nëse vështrimi yt letrar kufizohet vetëm në anën studimore. Unë e di që ti je krijuese dhe ndoshta të më falësh, po dua që të na informosh mbi krijimtarinë tënde, temat, ndjesitë tuaja letrare. Po, me letërsinë, fillimet e mia kanë qenë poezi. Për mua gjithë jeta është poezi. Kur flas me dikë, përpiqem të jem poezi. Poezia është frymëzimi i gjitha këtyre që vinë më pas. Kënga është poezi, jeta është poezi, njerëzit e bukur janë poezi, natyra është poezi, gjitha gjërat e bukura dhe frymëzuese dhe të ëmbla edhe gjitha janë poezi për mua. Domethënë në kuptimin që unë edhe jetën që bëj, jetën time të përditshme, përpiqem ta bëj poezi. Sa bukur. Duke qenë edhe në një mëngjes, natyrisht është edhe frymëzuese. Moti im mirë shifet nade, kështu që nade në jetën time kam nis me frymëzimin poetik. Kam shkruar qysh e vogël, Merit, kam shkruar qysh e vogël. Fillimisht ka qenë thjesht një tentativë për imitim, sepse shikosha fëmijët gjithmonë imiton. Një tentativë për imitim prej babit, prej
krijimtaristi prej librave që lexosha. Edhe mrapa mandej filloi tu sofistiku vargu, Natyrisht. metrika, tringëllima, gjithçka aty. Pastaj masi fillova me mësu metrikën e vargut, fillova me kuptu që priti herë se ka dhe varg lirë, priti herë se ka dhe këtë dhe fillova tu fute bota poezisë. Mrapa shkruva dhe për fatin tim të keq, para 6-7 vitesh dorëzova krijimtarinë time në një shtëpi botuese dhe shtëpia botuese, pra po them për fatin tim të keq, ma majti shumë gjatë. Librin shkuan 4-5 vite dhe për çdo vit kishte ka justifikim. Unë me që kisha bë pagesën për librin e këto, nuk e tërheqa materialin, se në vite keq. Po. Edhe e lash, mi përshkruaj shumë kohë edhe nuk dola me atë botim që ai kishte vite që ishte. Po. Dhe doli libri thjeshtën pastaj. Po mirë, gjithsesi kjo është një hap i mirë menduar, do thosha. Po, i mirë menduar sepse unë aty kam përfshi disa nga poezit dhe një monodram e cila sfundmi është gati, është në botim, duke qenë anëtare e klubit ose si quhet Shoqatës së shkrimtarëve. Po, shoqata lidhje e shkrimtarëve të Shkodrës, dhe antologjia e tretë, aty jam e përfshime me monodramën. S'kam asgjë, por shijoj gjithçka. Mbase kjo është e veçantë sepse aktorët mund ta rrëmbejnë dhe gjithsesi Po t'rregoj një sekret, kur e kam shkruar për me Vunskin. gjë e bukur. E kam shkru për me Vunskin dhe e kam imagjinu komplet, dhe me thënë atë bile kam pale veten tu e aktru, me qenë se jam marrë dhe me aktrim edhe me qenë se ka qenë ëndra e parë edhe e vetme e cila më ka met kështu pishman më shumë se ka nga aktrimi dhe mirë po ajo për të vënë sken besoj se duhet të merret dorë, të përpunohet pak, të zgjerohet Natyrisht. pak. Senat, figurën tënde e shoh të lidhur pashmangshmërisht me mësimin, me nxënësit, me çdo gjë që ta tërheqi ditën për mëngë dhe të bën që të ulesh tek ato nxënës për t'i dhënë shpirtin nëpërmjet letërsisë dhe marrëdhënieve. Çfarë mund të na thuash në këtë këndvështrim të ditës tënde? Nuk di nga t'ja filloj. Kur më përmend nxënësit, më përmend pikën e dobët. Domethënë, nxënësit e mi janë si fëmijët e mi. Për këtë mos ki pikë dyshimi. Çdo gru që është nën, mundet me konceptu se çfarë ndjesish ka një nën për fëmijët e vet, fill mas fëmijëve të mi, kam ata domethënë. Po janë burim frymëzimi, po janë dashuri e veçantë. Çfarë roli luan letërsia tek komunikimi i tyre? Luan rolin më të madh sepse vetë lënda gjuhë letërsi që jap unë më jep mundësinë që të komunikoj me ta dhe ata të jenë të lirshëm me mua. Është e vetmja lëndë në shkollë përveç muzikës, ndoshta edhe vizatimit pak, që t'jep mundësinë që artja gjuha ma e bukur, cilën mund është më marrë vesh. Edhe fëmijët përgjithësi, po ju ofrove art, ata e përthithin me ma shpejt se askush e dojnë. Janë përfshirë ndonjëherë në krijimtarinë tënde, në vështrimin tuaj letrar? Ata janë shumë të lidhën me mua në këtë aspekt, më ndjekin shumë, kanë qenë prezent dhe në promovimet e mia të librave, dhe kanë lexu librin tem me poezie dhe librin tem studimor. Unë jam përpjekta ata që t'ju mësoj vargun, që t'ju mësoj të recitojnë bukur, që t'ju mësoj forcën e fjalës, që t'ju mësoj figuracionin letrar, rëndësinë që ka një analizë një teksti letrar, rëndësinë që ka të kuptosh filozofinë e një poeme, një romani, një pjesë, një fragmenti. Gjithmonë jam përpjek, dhe me thënë që bile shpeshherë ja kisha inat vete sepse duke qenë të dashmi dhënë gjithmonë thelbin edhe gjana shpeshherë shifsha vetin të fol edhe ndoshta ndonjëherë ju kam marrë dhe atë minutazhin që ata më dhanë menimin që jam e rëndësishme, edhe shpeshherë të ul me kam tokë dhe të thënë prit, edhe kur i ndigjosha ata mandej që më kuptoheshin edhe arrishin aty ku dosha unë,
A ka kënaqësi më të madhe, a ka emocion Shumë më të bukur. madh? Ndërkohë Senat më bën përshtypje. Një marrëdhënie me letërsi, një marrëdhënie me nxënësit, natyrisht me botën, me jetën në të gjitha rrugët e saj, por duke qenë vetë objekt dhe subjekt i njerëzve, veprimtarive tuaja. Sa e ke ndjerë fuqinë që të kanë dhënë njerëzit, të kanë mbështetur, dhe si e ke transmetuar ti këtë fuqi mbështetëse tek të tjerët, në rastin tënd tek nxënësit. Pra është një marrëdhënie gjithmonë relative mes njerëzish. Kuptoj. Ajo çfarë unë nxënësve jam përpjekur në këtë aspekt që po më pyet, ka kanë më mësu me kanë mirënjohës. Sepse nuk ka nevojë më u shpjegue. Vjet fjala mirënjohje i ka mirë dhe njohje. Dhe me thënë, mja njoh tjetrit mirat që të ka bën. Në këtë aspekt, mbështetja që më kanë bën njerëzit, më ka bën shumë mirënjohëse. Dhe në të njëjtën kohë, më ka mësu me kanë më shumë modeste. Sepse kur njerëzit, si ato njerëzit e thjesht, apo ato njerëz që merren me letërsia, me gjuha, me studima, me diçka të tillë, kur impakti ka qenë pozitiv edhe një trajqëm, pastaj mu personalisht nështë ta bërmoset kjo dhe me karakterin e personalitetin që ka njeriu, më kanë bë dhe më të thjesht edhe më të, nuk e di, mendoj që një njeri sa më shumë që të marrin respekt ose të t'japin njerëzit të ta kuptojnë atë autoritetin që ke si njeri në një fushë të caktuar të jetës, ti bëhesh edhe më i thjesht, edhe më i dashur, edhe më me këmbë tokë. Edhe këto gjëra që i kam përjetuar vetë me mishe me shpirt jam përpjek që t'ju transmetoj edhe fëmijëve. Dhe them drejtën, kam një dorë fëmijësh atje që nuk kam fjalë për ata, nuk di, nuk las një intervistë pa i përmend. Njerëzit ndoshta mund të mërziten për këtë fakt, po unë s'mërzitem asnjëherë për atë çfarë dikush mundet me mendon pse unë kaq shumë flas për nxënësit e mi. Senat, ne mund të qëndrojmë shumë gjatë bashkë, sepse më pëlqen kur tek njerëzit frymëzon jeta me çdo gjë që të motivon ditën. Por nuk është shumë e rëndësishme, motivimi është shumë i rëndësishëm. Nuk të lë të ikësh pa më thënë çfarë interesi ke në krijimtarinë apo letrarët tënden apo tek studimet e tuaja. Po, unë e thash edhe pak më përpara. Me çfarë po merresh? Me çfarë po merrem tani. Po, s'fundmi kam menuar me bë disa novela, edhe kjo lidhet drejt për drejt me nxënësit e mi. Disa novela me frymëzimet edhe gjërat që marr prej tyne, edhe që kam marr në të shkumen, domethënë, sepse Shqipëria jonë e bukur ka ato mangësie, gjëra të cilat shpesh shifen sytë e një fëmije, më janë pasqyra më mirë ku mund të shikosh mangësitë që ka. Dhe duke qenë se punoj edhe nëpër zona, nuk punoj nëpër qytete, nuk punoj në Shkodër, nuk punoj në Tiranë, nuk punoj në qytete të mëdha, kështu punoj nëpër fshatra, nëpër kështu vende ku nuk ka shumë zhvillim. I dalloj edhe i preki më afër edhe mangësitë e gjanat edhe pasqyrat e syve të nxënësve të mi, sa bukur e ke formzuar. Nëse e thullë 2 herë, unë lishoj edhe 2 fikalot se janë disa nxënës që mungojnë për fakt, sepse s'fundmi ka 2 muaj që kam lëviz pak prej aty ku kam pas shumë vite punë. Edhe mram, më larg se mram, po shkrusha me një nxënëse teme, më shkruajnë vazhdimisht, ata shkruajnë me superlativa. Nuk jam aq ashtu sa thojnë ata, po mu gjithsesi më japin kënaqësi që janë mirënjohës me rit. Po merrem me novela dhe me pralla për fëmijë. Mbase do t'ja tregosh së pari vajzave tuaja Absolutisht, të vogla, po i ndërtojmë bashkë, tekstin e parë. S'ka si të mos falenderoj Senat që ishe në këtë mëngjes shkodran së bashku me mua këtu në studion e Radio Shkodrës. Veç të uroj të mira. Me këtë ditë të mbushur, me motivimet tuaja të shumta, me interesin tënd për letërsinë, studimet, por edhe me atë pjesë të përditshme, siç janë pasqyrat e syve të nxënësve, natyrisht s'ka si të mos mbushesh dhe të marrësh
shumë mesazhe pozitive për ditën. Të falenderoj edhe një Faleminderit herë. shumë ty, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Suksese gjithmonë. Ishte kënaqësi që kisha intervistën me ju personalisht, sepse unë ju njoh qysh e vogël si Jake Marinen prej Babs. Faleminderit. Ju njoh si një gazetare shumë profesioniste dhe më sfundi e preka prej afër. Faleminderit. Nder për mua që isha ftuar. Faleminderit Senat, ishte kënaqësia ime që kur kisha idenë për të ftuar dhe po ai çmimi ma ndriti motivimin akoma më shumë. Çmime sa më shumë, suksese dhe motivim të përditshëm.